Ethet e Nilit perëndimor po vazhdojnë të shpërndahen tek qytetarët. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se janë shtuar edhe 2 raste të reja dhe se numri i përgjithshëm i personave të infektuar me këtë virus ka shkuar në 13, ndërkaq kanë shtuar se 3 pacientë vazhdojnë të jenë në gjendje më të rëndë shëndetësore. Deri më 30 korrik 2026, në vend janë konfirmuar gjithsej 13 raste me ethet e Nilit perëndimor. Në klinikën universitare për sëmundje infektive dhe gjendje febrile janë hospitalizuar 10 pacient me infekcion të konfirmuar, prej të cilëve 3 janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Gjithashtu bëjnë me dije se Ministria e Shëndetësisë e ngarkoi Qendrën e Shëndetit Publik që të realizojë dezinsektim shtesë terrestrik, përkatësisht dezinsektim nga toka kundër mushkonjave. Ndërkohë situatë më e qetë shëndetësore është shënuar në Gostivar. Sipas njoftimit të ministrisë, në 24 orët e fundit janë regjistruar 36 raste të reja dhe se aktualisht në spital janë të hospitalizuar 4 pacientë. Situata epidemiologjike në Gostivar shënon përmirësim të dukshëm dhe rënje të vazhdueshme të numrit të pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Gjatë ditës së djeshme, në spitalin e përgjithshëm dhe në shtëpinë e shëndetit në Gostivar janë realizuar gjithsej 36 kontrolle, përkatësisht 37 më pak krahasuar me ditën paraprake, kur ishin regjistruar 73 kontrolle. Më tej bëjnë me dije se që nga fillimi i monitorimit në spitalin e përgjithshëm dhe në shtëpinë e shëndetit në Gostivar, janë kryer gjithsej 4483 kontrolle të para. Deri te institucionet kompetente janë dorëzuar 1014 raportime zyrtare për sëmundjen ngjitse, ndërsa janë përpunuar 706 anketa të reja epidemiologjike, duke arritur mbulim prej 70%.